Zonet e mbrojtura në qarkun e Shkodrës po njohin një fluks të lartë vizitorësh këtë sezon. Sipas të dhënave të administratës së zonave të mbrojtura, destinacionet më të frekuentuara vijojnë të jenë Thethi dhe Velipoja, të cilat po shënojnë numër rekord vizitorësh krahasuar me të njëjtën periudhë të viteve të mëparshme, që nga fillimi i vitit, zonet e mbrojtura e kanë vizituar rreth 100.000 turistë, vendas dhe huaj, ndërsa rreth 60.000 prej tyre kanë mbërritur vetëm gjatë 2 muajve të fundit. Duke krahasuar vetëm me vitin e kaluar që ka qenë një vit mjaft i kënaqshëm me numrin turizme, kryesisht të huaj në territorin e qarkut të Shkodrës, ne vetëm statistikat që kemi të muajit e parë të këtij viti kemi një rritje progresive në të gjitha zonat e territorit të Shkodrës. Kryesisht kjo rritje është në parkun kombëtar të Alpeve, ku tani ma dim se shtizet e famshme si është Gothet Valbon, Gothet Pej apo monumentet e natyrës siç kemi ujvarat, Syrni e Kaltër, kanionet si në pjesën e Vramoshit apo në pjesën e Thethit, ka një rritje të konsiderueshme të numrit vizitorëve. Një fakt që i cili bën sy në këtë vit, flasim për 6 muajin e parë, kemi kryesisht një rritje të turizmit të shtetasëve të huaj. Ndërsa bashkëpunimi ndërinstitucional po ndikon edhe në mbarvajtjen e këtij sezoni, bën ditur drejtori i ADZM Shkodër Agim Dardha. Nga ana jonë menaxhohen 2 pika informimit, një ndodhet në peizazhin e mbrojtur të Velipojës dhe një tjetër në parkun kombëtar të Eltë, Melqana në Theth, dhe ne japim informacionin e vazhdueshëm në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, të cilit na kanë dhënë një mes mjaft të madhe kryesisht edhe jo vetëm për dhënien e informacioneve, edhe për menaxhimin e mbetjeve, të cilat ka qenë problematikë ndër vite. Drejtuesit e administratës së zonave të mbrojtura vlerësojnë se tendenca e arritjes së vizitorëve pritet të vazhdojë edhe gjatë muajve korrik dhe gusht, duke bërë këtë një nga sezonet më të suksesshme turistike.